Jam 32 vjet, kam më operu, a mundën më falë pa abdes. Më duket edhe Shami ka përmend, Allahu edhe mas mire. Lësë Allah që të shëraj t'jep shërim të plotët, mos përësëritën smundjet të tilla aty as kujt prej nesh, Allahumma amin. Më u falë pa abdes, normal nuk ban, edhe pa Shami nuk ban, sepse këto janë kushte, dhe më thonë, të namazët. Por të çështja e abdesit, nëse s'ka kush t'jep abdes aty afër ndonjë antar i familjes, atëherë merr temum. Mbaje pak dheja afër vetes tënde, nëse je pa alternativë tjetër, edhe merr temum, thjesht preke me dur dhejun, fërkoje fytyrën edhe krahët me çatë preke, ose njerë për fytyrë prek dhejun, edhe njerë për krah. Mbaje pak dhe, po tham kështu, një grusht dheja afër vetes me një qese kur shkon në spital. Pra alternativa B. Të Shamia, nëse normal nëse e mban gjithmonë Shamin, do ta mbash edhe në spital, mos me pa nëse ka mjek meshkuj aty e të tjerë. Por nëse jep famën që s'ke Shami, atëherë mbaje afër edhe vendose Shamin në momentin që falesh, po edhe pa Shami mos u fal. Allah të një moft, e di që është pak sfit, por herët Allah të mundohet deri në maksimum.